Qarkullimi I mjeteve të tonazhit të rënd dhe autobusëve në aksin Librazh-Pogradec do jetë ndaluar. Përmes një njoftimi zyrtar, autoriteti rrugor shqiptar bëri me dije se situata në vendin e rrëshqitjes në këtë segment, në pikën e njohur si Arat e Gurës, është përkeqësuar ndjeshëm gjatë orëve të fundit. Pas vlerësimeve në teren, ARSH në koordinim me policinë e shtetit ka vendosur të ndalojë lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd dhe autobusëve deri në një njoftim të dytë. ARSH bëri të ditur se masa është marrë për arsye sigurie, duke synuar të garantojë mbrojtjen e jetës së përdoruesve të rrugës dhe parandalimin e incidenteve të mundshme në zonën ku tereni vijon të jetë I paqëndrueshëm. Institucioni I bën thirrje transportuesve dhe drejtuesve të mjeteve të rënda të shmangin këtë aks dhe të zgjedhin itinerare alternative derisa situata të stabilizohet plotësisht. Ndërkohë, ekipet e mirëmbajtjes dhe specialistët vijojnë monitorimin e zonës së rrëshqitjes për të vlerësuar zhvillimin e mëtejshëm të saj. ARSH kërkon mirëkuptimin e qytetarëve, duke theksuar se kufizimi është një masë e përkohshme dhe e domosdoshme për garantimin e sigurisë në rrugë.